Kjo është një pyetje e cila dhe mua më shokoi të them të drejtën, sepse kur vjen fjala për orientimin gjeostrategjik tonin, nuk besoj se ka hapësirë për të pasur diskutime mes nesh, pra për ta thjeshtëzuar për debatin publik, sepse shoh edhe në rrjetet sociale një rritje të një fryme mosbesimi në këtë drejtim. Irani është një forcë e cila është kundër interesave tona kombëtare. Irani është një forcë fuqizimi së cilës do të thoshte drejt për Shqipërinë ulje të peshës specifike të Shqipërisë. Do të thoshte prevalim të forcave të tjera, të Serbisë në rastin konkret, përkundrejt interesit ton kombëtar. Pra, nuk ka asnjë lloj diskutimi se në cilën anë jemi ne. Nëse na intereson fuqizimi i Iranit apo dobësimi i Iranit. Na intereson dobësimi i Iranit. Dhe në këtë kuptim nuk e kuptoj arsyen sepse opozita mungonte, aq më tepër që vura re diçka edhe për cilën reagova, që komente që zakonisht janë pro-opozitare në statuset e mia që shajnë mua këto anonimet call centera që i ka PD-ja me shumicë, kishin një frym pro-iraniane, kishin një frym anti-amerikane, të njëjtat profile falco. Çka mua më bën të kuptoj që ka një far flirtimi të pakuptimt të opozitës me forca cilat shkojnë kundër interesit tonë. Dhe në këtë kuptim duhet që opozita të mbajë një qëndrim pak më të pastër mbi interesat kombëtare. Për mua është populizëm dhe absurditeti i relativizmit, pavarësisht fakti që unë në realin e kam ikë edhe padyshim që e respektoj. Sepse është si thua në luftën e dytë botërore, Ahmet Zogu ishte autoritar në Shqipëri, që nuk besoj se jemi në fazë autoritarizmi sot në Shqipëri, po Ahmet Zogu ishte autoritarist, ishte edhe periudha atje. Dhe të thuash që do të kishte kuptim që ne të kundërshtojmë politikën hitleriane naziste, nëse në Shqipëri do të kishte autoritarizëm. Do të thënë, ky lloj relativizimi është populizëm për efekt elektoral të brendshëm. Aq më tepër që nuk kemi në ato rrethana. Kemi një vend i cili është në demokraci të brisht, në këtë demokraci në konsolidime sipër, padyshim, por që nuk ka të bëjë fare me autoritarizmin. Ka të bëjë me problematika tektuk, të cilat patjetër duhen parë, patjetër duhen kritikuar, patjetër duhet kërkuar që të gjenden zgjidhje. Po të krahasosh këtë me një vend i cili ka natyrë kuazi fashiste, një shtet diktaturë teologjike siç është Irani, me elementet forta të ngjashme me fashizmin, pavarësisht se si janë e njëjta ideologji, për mua është populizëm i pastër dhe i papranueshëm nëse ne duam që të fuqizojmë vendin ton, qoftë në kuptimin e demokracisë së brendshme, qoftë në kuptimin e orientimit gjeostrategjik. Ndoshta, jam i gatshëm që ta dëgjoj si kritik nëse më vjen me shembull konkret. Padyshim që ky lloj profesioni, ky lloj misioni, ky lloj zanati, sepse varet nga qasja që kemi politikën, e ka riskun si të biesh në populizëm, si të biesh në konformizëm. Nga njëherë shoh veten time që riskoj të bie në populizëm dhe e mbaj veten, nga njëherë shoh veten që rrezikoj të bie në konformizëm dhe e mbaj veten, dhe përpiqem që të mos bie. Padyshim që edhe unë mund të kem momente të tilla, të cilat jam shumë i gatshëm që të dëgjoj kritikën dhe pastaj ta analizoj nëse ka bazë ajo apo jo. Absolutisht jo, atje si jam as konformist, as populist, atje jam 100% në bindje parimore të mia, sepse unë kur u arrestua Fredi Beleri, që besoj është e qartë që nuk është aleat im, thosha që arrestimi me burg përbën inflacion në këtë vend. Dhe që pavarësisht se në rastin Beleri ai kishte kuptim arresti sa ishte shmang drejtësisë, pra ai kishte treguar më herët që nëse nuk arrestohet ikën. Ne në rrethana vetëm ekstreme mund të arrestojmë burg. Çastin që unë në tetor, ku raportuan në parlament, u çova foltore dhe fola për abuzimin masiv me të drejtat e njerëzit, ku arresti me burg nga zgjidhje që duhet jetë ekstreme, është zgjidhje që është si bukë djath në këtë vend.
në një moment që nuk ishim asnjë patate nxehtë në dorë, nuk ishte asnjë rast politik. Pse sot ti pret që unë të kem qëndrim tjetër? Pra, pse sot ti pret që unë të them që duhet arrestuar? Ne në Shqipëri kemi një problem masiv abuzimi të drejtash njeriu që vjen prej mentalitetit dhe nuk vjen prej gërmës së ligjit, kodi penal shumë i qartë që arrestim e burg është masë ekstreme, që vjen prej një mentaliteti që na shoqëron nga periudha e diktaturës komuniste, që ne të kapim pastaj të jetojmë, ne të privojmë lirinë, pastaj të gjejmë çfarë të vendosim si akuzë, dhe që ne duhet ta kthejmë këtë në debat publik. Madje unë mendoj se këtu dështon media si opinion bërëse që ta trajtoj këtë çështje, sepse në tetor kur unë dhe kolegë të tjerë e ngritëm si çështje dhe ishim shumica nga kolegë të mazhrancë 3-4, ishte edhe një kolegë i opozitës që ngriti si çështje. Në atë moment që ishin 4 veta pra që ngritën si çështje në foltore në parlamentit, asnjëri s'bëri asnjë emision, nuk e trajtoi, nuk interesonte. Në momentin që vjen tek një individ i politikës dhe që kthehet rrjedhimi i cilësimisë politike, bëhet bujë mediatike. Dhe atje kthehet projektori ndaj meje për shembull, sepse unë mbaj këtë qendrim. Unë këtë qendrim kam mbaj gjithmonë. Ju pse keni ndryshuar qendrim? Kam një pyetje. Kur ju Unë e mbylla me pyetje. E kam edhe për ty këtë pyetje. nuk kam si në shumë qëllimi, unë kam qenë në të njëjtën mënyrë kundër arrestimit të njerëzve që kanë shkuar në burg dhe janë bërë vrarë atje. Dhe kanë qenë mirë atje. Po shumë vonë. Ti nuk është vetëja jote kjo. Absolutisht. Se këtu Do ti ke pasur të njëjtin qendrim me mua. Sot ke të njëjtin qendrim? unë jam gazetar për pyetje. Dakor, po je një njeri që krijon opinion publik. Vendimi im është tek gjë dhe unë nëse e kam nevojë të shkruaj e them, edhe jam duke të pyetur unë pyeti mua. Okej, po je pjesë. Shiko, ne jemi në jetën publike. Pozicionet janë të përkohshme. Unë dje nuk isha në politik, po dil janë media, isha opinion bërës. Nesër mund mos jem sërish në politik. Mund të kthehem gazetar, siç kam qenë dikur herët. Ne jemi në jetën publike. Dhe unë besoj se ka një përgjegjësimë në jetën publike që nuk i takon vetëm politikanit. I takon të gjithë atyre aktorëve të cilët marrin pjesë në jetën publike, për të ndërtuar një debat publik që shkon për te individëve, shkon te parimet dhe shkon mbi të gjitha te forma se si duam këtë vend, te forma se si duam që të rrisin fëmijët tanë, që është çik populiste klishe, po në formë si duam të jetojmë vetë. Duam ne të jetojmë në një vend që ka inflacion të arrestove në burg, siç dje mendoja se nuk duhet, dhe sot në rastin Balluku mendoj se nuk duhet, dhe në çdo rast i cili nuk legjitimohet, mendoj se nuk duhet. Dy gjëra si qytetari i këtij vendi, jo si deputet Partisë Socialiste, heqim një moment. Fati i madh në këtë vend që ne kemi prokurorin, qeverin, parlamentin përballë. Nuk ka fat më të madh, sepse kjo tregon pikërisht pavarësi, balancë pushtetesh, demokraci. Nuk ka fat më të madh. Je dakord me këtë? E dyta, betejë e cila u bën në rastin konkret, quhej betejë, që për mua është qëndrim parimor që duhet të jetë në çdo rast analog. Rastet janë rast pas rasti, se zakonisht i fillojnë hidhen, po pse me rastin Berisha ishte ndryshe? Jo, se rasti Berisha ishte ndryshe. Po rasti Veliaj po ishte aty. Ishte i papranueshëm. Thjesht ama në rastin konkret, qeveria, në rastin Veliaj, qeveria nuk ishte asnjë instrument me përjashtim të ndërhyrjes në sistemin e drejtësisë, të prishjes balancave kushtetuese, që të ndërhynte. Në rastin konkret, ka një instrument kushtetues, administrativo-kushtetues, që është vendimarrja e kuvendit për dhënien ose jo të autorizimit. Pra, në rastin më të parë që ekzistonte një instrument politik, sepse çdo vendimarrje e kuvendit është politik dhe kushtetuta e ka lënë këtë si vendimarrje të kuvendit. Kjo shumicë qeverisëse përdori instrumentin që nuk ndërhyn në sistemin e drejtësisë, po që ruan këtë lloj parimi. Në rastin Veliaj nuk kishte një instrument të tillë. Zgjidhja vetme do të ishte të ndërhyje në sistemin e drejtësisë, që kjo shumicë ka deklaruar me dakordsinë dhe zellin time dhe dashurinë time politike më të madhe, që nuk do të ketë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sepse unë e dua një vend ku sistemi i drejtësisë është i pavarur, ku ka një përballje mes tre pushteteve,
një balancim pra mes tre pushteteve. E dua këtë për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e vendit ku jetoj, për garancinë time juridike, që nesër, pas 10 vitesh, të mos jemi ne në një rrethana të tilla. Të mos jenë fëmijët tanë rrethana të tilla. Dhe po thosha për Rasim Berisha që nuk është rasti atill, sepse ishte mos zbatimi një vendimi. Pra, atje patjetër ka autorizim, do një autorizim. Sepse është prap kthehemi te siguria juridike. Që ti në çastin ke vendim gjykate duhet ta zbatosh. Dhe në këtë kuptim, unë besoj se qëndrimi ishte i duhuri, parimor, dhe mbi të gjitha lajmi që mua më ka bërë të ndihem më mirë, është që ky rast ka prodhuar, ose më saktë ky rast, po për hapje këtij debati publik që media në këtë vend se kanë bërë, kur ne, disa deputet të kësaj shumice bënim pa patat e nxehtë në dorë, ka bërë që gjykata e lartë të nis procesin për të ripar vendimin unifikues për masat e sigurisë. Se na u bën shumë vendime gjykatës Strasburgu që thonë që keni abuzim, raporte ndërkombëtare që keni abuzim, që mua nuk më sugjestionojnë, nuk i kam fetish, sepse unë e shoh jetën e përditshme, si njeri i cili besoi te drejtat e njeriut, besoi te një shoqëri që ne duhet jemi të lirë, që kjo ishte domosdoshmëri. Kështu që shpresoj që ky rast, që ishte rasti i parë i provës kësaj shumice nëse do ta mbaj këtë qëndrim apo jo, sepse ishte rasti i parë që kishte mundësinë përmes një akti jo ndërhyrës në sistemin e drejtësisë, po një akti kushtetues të vepronte, të mundet të përkthehet në një shoqëri më të mirë për ne, për qytetarët. Se përdor ky termi burg. Termi burg e përdor dhe unë gjithë ditën e ditës që jam shumë pro drejtave njerëzit. Jam shumë sensitiv ndaj drejtave njerëzit, se pro jemi gjithë. Burg është burg. Që asnjë ti shkel ligjin dhe ka kodi penal parashikon burg. Paraburgimi është një masë që na vjen nga sistemi i drejtësisë, ku s'ka lidhje pra politika vendos masën në kod penal dhe ka vendosur qartë burgun për energjinë, dhe ka vendosur qartë që paraburgimi s'duhet të jetë për çdo rast, duhet të jetë për rastet të cilat përbëjnë rrezik shoqëror, si masa e fundit. Mentaliteti duhet thyer dhe këtë mentalitet ne duhet në çdo moment që kemi mundësinë dhe në tetor kur s'kishim as qytetar të zakonshëm, as qytetar të pazakonshëm siç i quani ju, si batut kjo. Pra, dhe në momentet të ftohta ne ta ngrëm një problem sistemik, endemik të shoqërisë tonë, që është kjo pjesa e dhunës. Se është elementi i dhunës, futet natyri natçore, futet arrogancë pushteti, futen gjitha në këtë, që është dhënia e masës paraburgimit. Kështu që dhe duhet që sistemi i drejtësisë ta rregullojë këtë gjë, se është punë vetë politika penale, nuk është punë e politikës. Dhe në çastin që ne jemi të ftohtë, që s'ka asnjë rast, siç qytetori, që nuk u përmend fare pavarësisht se ishin shumë kolegë që ngritëm si çështje, dhe në rastin që është një politikan, dhe në çdo moment, sepse ky është parim. O e ke parim ose ke. Nuk e shoh. Nuk e shoh sepse ajo që unë lexoj si një person i cili e reformën drejtësi e dua, si një person i cili dua këtë përballjen mes prokurorisë, qeverisë, parlamentit, për balancën e pushteteve, frika e partnerëve tanë, jo ndërkombëtarëve, partnerëve tanë, që duan dhe ata Shqipërinë më të mirë, sikurse duam po mbi të gjitha ne Shqipërinë më të mirë, është mos ka ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Dhe kjo dallohet në dy argumente që përjashtojnë dy tezat e tjera. Argumenti i parë është që ka ndonjë gjë personale me Belinda Ballukun, si politikane, po të kishte ka instrumenta të tjera politike që mund të përdoreshin, shpallja non grata, që kemi në jetën tonë politike këtë në radhë të opozitës më së shumti, që nuk është ndërmarr, rrjedhimisht përjashtohet si argument. Dhe argumenti i dytë është që ky akt në vetvete përbën një shkelje. Ky akt vjen si një instrument kushtetues jo gjyqësor që është vendim politik. Frika është se mos kjo paralajmëron një ndërhyrje. Unë nuk e shoh këtë gjë, ndaj jam shumë komod. Nuk e shoh edhe në retorikë publike, nuk e shoh edhe në lëvizje që bëhen si deputet i mazhorancës, që të ketë një tendencë të këtij lloji. Rrjedhimisht
kosto unë nuk besoj se do të ketë, sepse frika e partnerëve tanë nuk materializohet, nuk do të materializohet. Po, por shumë mirë bën që kanë këtë frikë. Unë dua që ta kenë këtë frikë. Unë dua që të ndryhyjnë nëse ndodh. Po nga kjo shumica do ndodhi. Kjo është shumica që e ka bërë këtë reformë. Po nëse do të ishte përballë opozita, se në platformën e vet zgjedhore kishte që do ndryshonte sistemin e drejtësisë, do arrëzonte. Unë e dua këtë sensitivitet nga partnerët tanë. Sërë dhe sensitiviteti im, duhet të jetë sensitiviteti të gjithëve. Kjo shumicë ka qenë mbështetja kryesore e reformës së drejtësisë, Edi Rama e ka bërë, është mbështetja kryesore e sistemit drejtësisë, dhe rrjedhimisht kjo frikë është e pamaterializueshme dhe rrjedhimisht nuk ka asnjë problem. Jam shumë komod me të. Duam një vend më të mirë, apo duam që të jetë thjesht PS-ja në pushtet si alternativa më pak e keqe? Unë s'besoj se PS-ja është thjesht alternativa më pak e keqe. Unë besoj se Partia Socialiste ka një mori energjie të brendshme që sidomos për shkak të mënyrës se si funksion kryeministri që e trazon situatën dhe brenda partisë në mënyrë të vijueshme, ka energji pozitive të shumta për të dhënë për Shqipërinë. Rrjedhimisht, unë nuk besoj se Sali Berisha është një e mirë për jetën politike në vend, sepse rrezikon në 3 drejtime. Një, që unë jam shumë sensitiv në çështjen kombëtare, bën teza antikombëtare të duken sikur janë teza të pranueshme, dhe ka bërë këtë disa herë në jetën e vet politike, dhe për mua kjo përbën rrezik shumë të madh për mënyrën se si e koncepton shoqëria interesin kombëtar. E dyta, sepse duke e bërë opozitën, këtë opozitën agresive të dhunshme, pa debat politik, me tregim force teatrale, se s'është reale, pa mundson debatin cilësor politik në vend, që do të ishte një nxitje e mirë ndaj qeverisë dhe çfarë do lloj qeveria, në parim flasim këtu, për të përmirësuar vetveten, çka na bën dhe ne, deputetët e shumicës që nganjëherë të dalim ne të jemi kritikët, ndërkohë që duhet të ishte roli primar i opozitës këtu. Dhe treta, sepse në momentin që nuk ka një garë të mirëfillt politike mes forcave potencialisht qeverisëse, pra mes dy të mirave, por që ka një ndarje mes një të mirë dhe një të keqe, që për mua është e qartë sot, atëherë nuk kemi një shoqëri që vrapon më shpejt. Nxitja që bën, dhe këtë e shoh edhe brenda partisë tonë, duke riskuar këtu që të dukem militant që nuk jam, s'besoj se jam. Nxitja që jep kryeministri nganjëherë që ecë me 200 km/h për të marrë zvarr edhe PS-n, edhe PS-ja ka këto dinamikat e vetshme dhe brendshme të veta, është forcë politike. Për të marrë zvarr edhe për të shkundur dinamikat e brendshme që nganjëherë merren me cicmicat brenda llojit dhe nuk merren me pamjen e gjerë, do të ishte më lehtë nëse ne do të kishim një garë mes dy poleve. Dhe nuk do të ishte nevojshme që të ishte kryeministri që të ecte me 200 km/h dhe të rishpikte veten në mënyrë të vijueshme.